Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi rikthyer për vitin 2026 në këtë mes janari pothuajse me emisionin Kuvend në Akrolis. Është një emision që është ndjek gjatë gjithë vitit kaluar, kaluam mbi 50 sa episode për të vazhduar me episodin e parë. Në fakt urimet që bën njeriu i bën në fillimet e vitit, megjithatë unë do t'i bëj edhe në mes vitit që kemi një vit sa më të mbar për të gjithë. Jo se ka shumë i mbarë ky vit, me të thënë drejtë, sidomos zona e Lezhës, e Kurbinit, por dhe Shkodrës dhe shumë zona tjera të Shqipërisë, ishte një lloj flame që ka të bëjë me përmbytjet, për fatin e keq. Dhe unë kam menduar që si emision të parë të merrem pikërisht me përmbytjet. Kush do të jetë ai i cili do të na flasë për gjithë organizimin që është bërë në qarkun e Lezhës dhe gjithë konceptin që ka si institucion. Do doja ta kisha ftuar në një rast tjetër për ftuar pak më gjerë për institucionin e prefektit. Dhe kam zotin Tauland Malçi, prefekti i qarkut të Lezhës. Mirë se erdhe këtu në emision sot në Kuvend, edhe po e qymë në Kuvend me prefektin. Atëherë faleminderit nga ana juaj për ftesën. Meqenëse është edhe fillim viti, përfitoj nga rasti t'ju uroj gjithë nëpërmjet jush gjithë banorëve të qarkut Lezhë, vit të marrë, suksese, mbarësi dhe çdo gjë të mirë edhe pozitive gjatë këtij viti në familjet e tyre. Njëkohësisht edhe ju si media, dua të uroj vit të marrë dhe suksese në punën tuaj dhe në misionin tuaj për informimin e gjithë banorëve të qarkut Lezhë, pse jo edhe në gjarë. Shiko, ka shumë rëndësi mënyra që institucionet të komunikojnë me njerëzit për problematika të ndryshme. Unë vlerësoj këtë fakt dhe mbaj mend një që kisha të ftuar këtu, që kishte refuzuar për të qenë në media qendrore, realisht për disa kohë për të mos shkuar, por mediat lokale, po, sepse mediat lokale janë më afër problematikave të qytetarëve. Kështu që është një lloj detyrimi dhe moral, përveç se funksional, për drejtuesi i institucioneve dhe ndut ju bëj thirrje që këtë vit të nisje mbar, ne ftojmë këtu për të bashkëbiseduar me qytetarët, normal dhe jo si tendenca thjesht për të zënë këtë mat apo tjerë, nuk është kjo. Nuk është kjo kauza, domethënë. Kauza është informimi të publikut. Kështu që zoti Tauland unë falenderoj që ke ardhur sot në Kuvend. Do doja vërtet që të kishim bërë një bisedë se kush është Taulandi, si ka ardhur prefekt e tjerë me radhë, edhe por do ndalim me këtë përmbytjet, megjithatë unë them dy llafe që Tauland Malçi vjen nga shkollimi juridik. Më pastaj ju keni punuar shumë në pushtetin vendor, gati 15 vite, tek Bashkia e Lezhës? 15 vite në Bashkinë Lezhë dhe pastaj angazhim në Këshillin Bashkiak. Edhe te Këshilli Bashkiak. Pra 15 vite janë njohje deri në 2016. Pra janë përvojë mirë kjo, është përvojë mirë me pushtetin vendor. Dhe kështu në një farë mënyrë lidhet konvejeri i funksionalitetit të pushtetit vendor, pastaj edhe siç është prefektura qarku me radhë. Po, deri në 2015, në fillim 2016 kam qenë i angazhuar në pushtetin vendor në Bashkinë Lezhë. Pastaj jam angazhuar në drejtimin e shërbimit social shtetëror dhe për 7 vitet e funit, përpara se të vija në drejtim të institucionit prefektit të qarkut Lezhë, kam qenë drejtuesi i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Lezhë. Për 11 muaj drejtues të institucionit prefektit. A është gjë ndryshe të jesh prefekt në një rajon të caktuar? Domethënë dhe çfarë është prefekti në një rajon të caktuar? Domethënë çfarë menaxhon, çfarë integron me njëri tjetrën, gërsheton e tjerë me radhë? Koncepti i prefektit në fakt ka pësuar ndryshimet e tij. Së fundi pas 2 vitit 2016 ka një ligj të posaçëm për institucionin e prefektit, në ndryshim nga ligji numër 8652 i vitit 2000 që ishte në lidhje me pushtetin vendor dhe decentralizimin e pushtetit vendor. Aktualisht prefekti i qarkut është garantuesi i zbatimit të programeve të qeverisë dhe gjitha projekteve që Këshilli i Ministrave zbaton në territor në gjithë qarkun që mbulon, gjithë hapësirën e tij territoriale. Në anën tjetër është një gardian i vendimeve që merren nga pushtetet vendore. Gjithashtu pastaj detyrat është një filtr. Gjithashtu detyra kryesore e institucionit prefektit është verifikimi i ligjshmërisë së të gjitha vendimeve, urdhrave, urdhëresave që marrin organet e qeverisë vendore. Konkretisht Këshillat Bashkiak, kryetarët e bashkive, gjithashtu edhe të Këshillit të qarkut dhe të kryetarit të Këshillit të qarkut. Njëkohësisht bën edhe gjitha
bashkërendimin e gjithë veprimtarisë së degëve territoriale që quhen me terminologjinë juridike, pra gjitha territorive që vazhdojnë aktivitet në territor, sipas fushës tyre të përgjegjësisë dhe duke pas parasysh edhe problematika që ndodhin në zona në territor apo në fushën e tyre të përgjegjësisë, apo që kanë banorët, se ne jemi në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve, ndaj bashkëqytetarëve tonë, banorëve të zonës tonë, apo edhe zbatimin e si duhet të venimeve dhe të akteve të Këshillit të Ministrave. Pra një farë mënyrë është si një lloj kryeministri i rajonit. Mund ta themi kështu, sepse ne jemi koncepti i pushtetit vendor, pushtetin qendror ka avancuar tashmë. Ne jemi përfaqësues, ne s'mund të jemi kryeministër të rajonit. Pra ne ushtrojmë veprimtarinë siç na përcakton ligji, në kuadër të bashkëndimit veprimtarisë së pushtetit vendor me pushtetin qendror, koordinimin e veprimeve në situata siç ishte edhe kjo situata fundit, kjo situatë emergjence, por ama gjithnjë duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe në mënyrë më absolute të mos cënojmë autonominë e organeve të veçqeverisë vendore. Në një moment tjetër, mbase do ulni dhe të flasim, nga që unë jo vetëm si moderator, si gazetar e tjerë, po një 2 mandate kam qenë antar këshill dhe di si pak a shumë se si funksionojnë këshillat, edhe ajo që shpesh herë më ka shqetësuar, edhe si antar këshilli, ka qenë vendimarrjet të cilat ishin pa bazueshmëri ligjore. Domethënë ishin teka kryetarësh e tjerë, ishin një problem shumë i madh dhe nuk e di rajoni jon e ka se kjo do të thotë ti qasësh shtet formimit dhe zbatimit të ligjeve. Nuk e di si është vendimarrjet janë pak a shumë të bazuara apo ndodhin kështu qëndime? Në mënyrën më absolute në vendimarrjet duhet kemi parasysh diçka. Institucioni i prefetit verifikon ligjshmërinë e vendimarrjeve me karakter normativ, pra Po, e qartë. Dhe akte normative që ka pas të kalim të kompetencave të bashkive apo arrit që të jenë të kundërligjshme gjatë kësaj periudhe nuk kemi padur. Në përgjithësi bashkitë kanë qenë bashkëpunuese, plotësisht biles përfitoj nga rasti edhe t'i falenderoj edhe kryetarët e bashkive, edhe drejtuesit e këshillave bashkiake, edhe sekretarët e këshillave bashkiake, njëkohësisht në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe me institucionet të tjera, organizata jo fitimprurëse, kemi organizuar edhe trajnime, edhe diskutime që kanë qenë në shërbim të funksionimit edhe të këshillave bashkiake, po edhe në lidhje me marrëdhënien që duhet të ketë bashkia me këshillin bashkiak, pastaj me institucionin e prefetit në periudhën e verifikimit të ligjshmërisë për të kaluar te zbatimi i këtyre vendimeve me akt normativ që këto bashki apo këto këshilla bashkiak marrin në shërbim të komuniteteve që e kemi edhe ne si institucion qendror, edhe bashkitë dhe pushtetet vendore kemi detyrim të shërbejmë dhe kemi marrë parasysh diçka tjetër. Okej, të falenderoj dhe këtë po e shqip si një lloj prologu të emisionit sot, ndërkohë që do të futemi direkt tek tema e përmbytjeve. Normal që ju e njihni shumë mirë, sepse gjërat vijnë pikëzohen, vijnë përplasën te institucioni i prefektit. Në këtë rast, çfarë ka ndodhur me zonën tonë? Cili është një lloj analize, një lloj sinopsisi i prefektit? Atëherë me zonën tonë nuk është se ka ndodhur diçka që e pa parashikuar ose e pa pritur. Në funksion ose në kuadër të atyre vite duke pas parasysh vitet që çka kanë ndodhur përpara. Sepse territori i Qarkut Lezhë ka një veçori. Është një zonë e ulët fushore, në disa pika edhe në nivelin e detit, siç është Kneta e Torovicës, është fusha e Bregut të Madh në zonën e Spitit në Barbulloj, apo është pjesërisht edhe zona e Fushkuqës. Pra, vendodhja dhe pozicioni gjeografik i Lezhës ka disa veçori dhe disa që rrjedhimisht krijon disa problematika nga një situatë rreshish, të cilat shpesh herë janë shumë të vrullshme, sasi shumë e madhe në kohë të shkurtër siç ndodhi edhe këtë herë. Atëherë në zonat ti marrim realisht një analizë që mund t'i bësh gjitha zonave. Marrim Lezhën, marrim bashkinë e Kurbinit, marrim edhe bashkinë e Mirditës. Ku ishin problemet më të theksuara dhe çfarë karakteri kishin? Pak a shumë, a kemi një numër shtëpish të dëmtuara, një sipërfaqe, tokësh e tjera me radhë? Atëherë po të bëjmë një analizë, të cilën ne kemi filluar dhe gjitha strukturat po kryejnë analizë përkatëse, na rezulton diçka e tillë.
Nuk është e njëjtë situata si në Bashkinë e Lezhës dhe të Kurbinit me Bashkinë e Mirdit, për shkak të veçorive që unë sa më përmenda. Sepse fushat kanë një veçori që se janë poshtë nivelit të detit, apo kanë përgjegjësitë e tyre në thithjen nëpërmjet kanaleve të parë, të dyta dhe të treta, për të thithur gjithë ujërat që bien në ato sipërfaqe tokash bujqësore, apo edhe përballuar edhe gjithë prent malor, të cilat edhe për shkak të zonit malor, edhe për shkak të prerjes pa kriter të pyjeve, shfryzimit të tyre ndër vite, edhe për shkak të dëmtimit të pyjeve nga zjarret dhe mos zëvendësimin e atyre fondeve pyjore të cilat kanë ndodhur ndër vite, në ato 30 vitet e fundit, apo edhe për shkak të urbanizimit pa kriter, apo ndërtimeve informale që si rezultat edhe i ligjit të legalizimit pastaj ndër vite janë legalizuar, po ama shpeshherë kanë rezultuar në afërsi të kolektorëve, kanë dëmtu kanale kulluese apo kanale të ulërave të larta. Ndaj nuk është se ka qenë një situatë e lehtë. Megjithatë, veçoria ka qenë se në zonën e Kurbinit dhe të Lezhës kemi pas përmbytje disa tokave bujqësore, shumë pak banesa të përmbytura. Në Bashkinë e Kurbinit kemi evakuuar 8 familje. Në Bashkinë e Lezhës janë strehuar përkohësisht të afërt të tyre dhe një familje është strehuar në një hotel i cili u vun në dispozicion. 6 familje. Ndaj situata nuk është se ka qenë aq e agravoar. Ndërkohë që në territorin e Bashkisë Mirdit kemi pas një situatë tjetër si rezultat i rreshjeve intensive, nga situatë pak më të vështirë në drejtim të rrshitjes së tokës, rrshitjes së dherave, apo edhe erozionit të prendve që ishin shumë të rrevullshëm për shkak të rreshjeve intensive në shkurtër kohor. Dhe për shkak se në fakt janë sipas planit të menaxhimit sipas Komisionit të Mbrojtjes Civile dhe sipas ligjit të 45/2019 janë bashkitë ato që udhëheqin, janë kryetarët e bashkive dhe janë strukturat bashkiake ato që udhëheqin dhe strukturën e mbrojtjes civile dhe duhet të kenë të hartuara paraprakisht plane që ka të bëjnë me parandalimin e këtyre fenomeneve. Këtyre plane që si rezultat edhe i këtyre rreshjeve, besoj do jenë nxjerrë ato mësimet e dura, konkluzonet e dura, që t'i shërben një analizë tjetër dhe pastaj të ketë në hyrje edhe më të thelluar apo që të zgjasin e të japin një zgjidhje pak më afatgjatë këtyre fenomeneve. Shiko, po të shkojmë disa kronika që bëhen, duket sikur ka një ndarje gati në ca vende, gati me thikë, në mes të banorëve dhe gjenjes tyre me drejtuesit. Domethënë me atë çfarë analizojnë drejtuesit. Ne edhe mund të sjellim ndonjë nga këto kronika, por kjo gjë është edhe në fushat e zonës së Lezhës, por sidomos në Kurbin ka pas shumë reagim. Në fushat e Lezhës, në fakt, edhe si rezultat i punës që është bërë nga Bashkia e Lezhës, e cila gjatë vitit 2025 kishte pothuajse 200 kilometra kanale të dyta dhe të treta, të cilat ishin pastruar, sistemuar dhe zhbllokuar, tumbinat ku ishin të vendosura jo sipas standardeve dhe sipas kriterëve që kanë nga drejtoria e bujqësisë dhe kullimit. Në Bashkinë Kurbin nuk është se kishin një situatë të rëndë aq sa mund të thuhet, përveç një problematike që na u krijuar në fakt nga argjinatura, çfarë argjinaturës në anën e Durrësit, në anën që mbulon nga prefektura e Durrës, të lumit Droj, në pjesën fundore të tij, në afër fshatit Dukaxhin të Ri dhe afër fshatit Miliska. Ndërkohë që në Mirdit pastaj, siç keni qenë edhe ju të informuar dhe në ndjekjet situatës. Ose e kam ndjek gati si me qenë zyrtar. Dhe jo thjesht mediatik. Dhe pothuajse aq sa ju kemi qenë edhe në ndjekje dhe në koordinim në fakt edhe duke pasë si janë mënyrat e zgjidhjes, kishte një problematik të gryrjes së shtratit, të brigjeve të shtratit të lumit Fan, si rezultat i prerjes pa kriter të atyre pemëve, apo mos devijimit përpara, sepse ky është një fenomen që ka qenë ndër vite.
Edhe besoj se nëse do të ishte identifikuar dhe nëse do të kishte pas një plan sa do të vogël ndërhyrje nga ana e institucioneve vendore, do të ishte bë e mundur devijimi dhe mos krijimi i asaj situate ku rreziku edhe rruga, përveç se u spostu dy herë edhe linja elektrike të tensionit mesëm. Okej, se për këtë pikë do flasim për një gjë tjetër që ka lidhje edhe me investimet, domethënë me investimet zonale nëpër zona të ndryshme, po trim pak te kjo. Domethënë, ju mendoni që në Bashkinë e Lezhës ka qenë minimumi i dëmeve për shkak punës sepse është bën një punë para përgatitore, domethënë është punuar me kanalet e me kështu, është një situatë ndryshe. Nëse nuk do ishte punuar, do ishte akoma më keq në radhë dhe si e shef punën vet edhe të kryetarit të bashkisë. Normal që unë do ta ftoj një herë dhe zotin Ndraju, por desha në perceptimin tanë, në atë që ti e shef, sepse unë kam vënë re një gjë prefekt, Paulan. Kam vënë re që ti rri pak në sfond kështu. Rri në sfond shumë dhe u jep presidencën kryetarit të bashkisë. Mas është edhe roli i prefektit, por nuk e di. Për të qenë je i kënaqur me punën që është bërë. Dhe jo për ta thënë thjesht për çok. Atëherë, krahasuar me vitet tjera. Është roli i bashkive me strukturat e tyre, të cilat duhet të kenë plane parandaluese. Punime parandaluese, unë duhet të më shoj kësaj. Fokus duhet të jenë punimet gjatë gjithë vitit, jo vetëm në momentin ku jemi afër një situatës së emergjencave. Aktualisht jemi afër situatës së emergjencave. Ishim më saktë jemi pas përmbytjeve, por edhe si të kemi pas situatën gjatë verës, situatën e zjarreve. Pra dhe gjatë pranverës duhet të merremi me zjarret, sepse duhet në trajnim, në forcim kapacitetesh, në mjete logjistike, investime, në verifikime të atyre zjarrfikseve, rinovimin e flotës zjarrfikseve, mjeteve pick-up-e. Pra duhet të ketë më shumë fokus, jo vetëm puna momentale e rrezikut në territor pasi të ndodhi situata, pra përballërimit të situatës, po edhe puna parandaluese dhe planifikuese. Të tre bashkitë dhe gjitha bashkitë në territor, sipas ligjit 45/2019 për emergjencat civile, kanë detyrim që të kenë planet e tyre të detajuara për mbrojtjen civile, ku të kenë të deklaruara edhe kapacitetet që kanë si institucione, ku të jenë të ndërthura institucionet vendore me institucionet qendrore, apo pse jo, pastaj nëse nevojitet një situatë të vështirë, edhe përfshirja edhe operatorëve privat apo edhe biznesit në mbrojtjen e popullatës dhe të banorëve që e kemi gjithë siç e thamë, kemi detyrim që të jemi pranë tyre në situatë. Ku ndërhyn prefektura, pra kur e shef që një situatë nuk përballohet me mjetet me kështu dhe çfarë ka ndodhur du për të tre bashkitë, domethënë kur ju keni ndërhyrë, me forcat e ushtrisë, me mjetet me njërin me tjetrën, kjo është për efekt sepse bashkitë nuk e përgatisin flotën e duhur, me radhë pra nuk buxhetojnë. Apo ti e sheh që në disa bashki është mirë, në disa tjera, a ka mundësi që të flasim pak edhe edhe ti dallojmë pak edhe bashkitë? Nga një analizë që kemi bën, në fakt edhe bashkitë nuk është se nuk kanë përmirësim punën e tyre, edhe në të drejtim. Nga analiza e viteve më përparshme. Ka qenë roli i institucionit prefektit ka qenë thelbësor në momentin e koordinimit gjitha veprimet gjitha institucioneve. Konkretisht punëmi. Kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, me gjitha kapacitetet e saj. Kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm me Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, njëkohësisht edhe me Drejtorinë e Bordit të Kullimit në ndërhyrje edhe në territorin e Bashkisë Shkurbini dhe Droj, lart në afër fshatit Zhej dhe Shpërdhet, rruga Shpërdetit, gjithashtu edhe poshtë. Kemi kalu mjetin e drejtorisë së Bordit të Kullimit, në komunikim me Drejtorinë e Bordit të Kullimit të Durrësit, për riparimin sa më shpejt të argjinaturës që ishte e qarë nga ana e Durrësit, e cila impaktonte në fakt të pjesën e poshtme të fshatit Dukagjinjëri dhe Miliska. Pra kanë punuar ditë natë pa pushim manovratorët me mjetet e tyre me ekskavatorët, pa u bërë mundur mbyllja e shpejtë e argjinaturës dhe mos vijimi i prezencës së ujit në këto territore për shumë ditë që kanë ndodhur edhe para shumë vitesh, jo shumë vitesh më saktë. Po sjell një shembull, në vitin përmbytjet e vitit dimrit të 2009-2010,
Kemi pas në territorin e qarkut, kemi pas rreth 7.000 hektar të përmbytur, në territorin e qarkut Lezhë. Kemi pas mbi 1.000 banesa të izoluara nga uji, qindra banesa të përmbytura, mbi 1.000 banor të evakuuar dhe prezencë uji me ditë të tëra, ndërkohë që funksionimi si duhet dhe pa ndërprerje i hidrovorëve. Dhe në farë mënyrë edhe punën, një farë punë që në fakt është bë nga anda e bashkive. Duhet ta themi këtë. Kemi arritë që të paranalojmë në një situatë fatkeqësie natyrore pastaj që mund të rrezikonim. Si janë këto shifra tani? Se më the shifrat, më the këto shifra. Edhe aktualisht. Pak frikshme ato shifra që kanë qenë. Me çfarë dëgjoj? Nuk është shumë larg për i pjesë një banove që mbajnë mend që ishin me sipërfaqe shumë të mëdha bujësore të dëmtuara, të cilat sollën pastaj edhe vështirësi edhe në përdorimin të rinj në kësaj toke bujësore, apo shumë krerë dele apo blegtorie dëmtuar, infrastrukturë rrugore problematike me dëmtime urash të tjera, derisa u rreziku pastaj edhe pjesa nga Torovica për shkak të që mund të rrezikonte çarja e Bendit. Që ju rikthehen edhe në kohën kur ishte prefekti i qarkut Paldajçi. Po, e mbaj mend atëherë se unë kam qenë vetë ke Beni dhe i fulli gjithë frikën. Tani është e sigurt ajo atje? Po patjetër, me investimin që është bërë atëherë. Po pse pati përmbytjen në Torovic? Shumë përmbytjen në Torovic. Atëherë, sipas gjitha analizave dhe konstatimeve, Torovica ka psuar akoma kneta Torovic, dihet historikisht që Torovica ka qenë knet. Dhe për ta kthyer në tokë pjellore, është ndërtuar hidrovori i Ballrenit, i Gocave, i cili bën thithjen e ujit nëpërmjet kanaleve. Së fundmi, në fakt, kneta Torovic, gjitha ajo zonë ka psuar një rënje 1.5 metra, e cila sjell si rezultat një ndërhyrje më e hershme me një hidrovor tjetër. Dhe në takimin e fundit që patëm me Ministrin e Bujqësisë, me kërkesë të insistuese të kryetarit të Bashkisë Lezhë, zoti Pierre Nueu, na u premtuar që së shpejti do investohet në rregullimin dhe në ndërhyrjen në hidrovorin. Në hidrovorin? Po. Për ta bërë tri? Po, për ta kthyer në ato parametra që tokën e bujësore, që gjithë sipërfaqen që aktualisht ndodhet pjesërisht në ujë, kneta e Torovic, të ketë mundësi që shumë më shpejt ta mbrojë dhe ta tërheqë shumë më shpejt ujin dhe ta kalojë në drinin e Lezhës, në degën e drinit të madh. Që e themen siç kanë ndodhur me hidrovorët e tjerë pastaj që shumë shpejt e kanë larguar. Duhet kemi parasysh edhe diçka. Në territorin e Lezhës kemi pas 257 mm shi në harkun kohor të më pak se 48 orëve. Edhe studimet edhe gjitha nga inxhinierët hidro që janë bë ndër vite, kur në momentin e ndërtimit të këtyre hidrovore kanë kapacitet për përballuar tërheqjen e ujit deri në 50-60 mm shi në 24 orë. Pra ishte pothuajse 2 fishi. Ose të bëjmë një analizë tjetër, para 6-7 vitesh kemi pasur në total gjithë muajin janar rreth 350 mm shi, ndërkohë që vetëm për 2 ditë kishim 250. Pra është një sasi e lartë tërheqjesh në një hark kohor shumë të shkurtër. Po, këto janë normal që oscilacionet e këtyre gjërave tani janë pranishme në një atmosferë, në një ekomjedis globale. Po, global, normal. Ndryshime klimatike globale. Atëherë duhet më u përgjigj të tilla fenomene që në fakt duhet se jo ndoshta do nevojitet sepse do shkojmë te digitalizimit. Mund të ketë sisteme më moderne edhe të tërheqjes së ujrave, gradualisht të shkojë deri te modernizimi, besojmë. Apo edhe paralajmërimet më të hershëm që banorët jenë më të përgatitur dhe mos të ketë edhe ankth apo i përjetim, po ato të jenë para përgatitur, sepse ne e majmë shumë mirë. Zonat fushore që ishin të pamushura me ndërtesa dhe ndërtime. Tash kemi avancu, kemi një situatë që dinamikat të sjellin një reagim ndryshe të institucioneve për të përballuar dhe për të mbrojtë jetën kryesore të këtyre banorëve, po pastaj edhe pasurinë edhe gjithë jetesën e tyre, banesën e tyre. Po, në këtë pikë kam lexuar diçka të kryetarit të Bashkisë Lezhës, zoti Pierre Nueu, dhe ishte një moment që thotë kërkoi falje. Kërkoi falje, në faktikisht kjo kërkoi falje ishte gjetje për çën,
Kërkoj falje për gjithçka ka ndodhur me ulësirën. Do me thënë, ku mungon një planifikim urban i vendosjes, përveç se mos pasrimit kanaleve dhe shumë gjëra të tjera, por kjo më kujtoi pastaj një specialist tjetër që ndosha, një nga më të mirë që ka pas Shqipëria, që fliste për robotin e Shkodrës. Që në vitin 79, kur Atërmeti, të gjitha shtëpiat u morën prej aty dhe u vunë në një pikë më lart, edhe kjo sepse ishte vend po. Pastaj çfarë ndodhi? Nga atje ku ishin, pas 90-s shku nuk futën prap atje. Edhe u boti rri det, a ke vure, det me ujë. Këto hotspote janë pranishme edhe në zonën e Lezhës? Në fakt, siç e thash, këto hotspote janë të pranishme. Dhe janë duke analizuar dhe duke u parë gjitha mundësitë edhe hapësirat për të hartuar ato plane, ato projekte, që t'i eliminojmë, t'i minimizojmë në maksimum sa me aq mundësi që kemi, fatkeqësitë, po sepse në fakt nuk është parashikuar që ta zëmë të qëndrojë kaq gjatë uji prezant në krenën e Torovicës. Nuk mund parashikohet diçka e tillë. Apo edhe ka disa fenomene natyrore, siç e tham. Përveç ndryshimit klimatik, kemi edhe rritjen e nivelit të detrave. Pra nëse para 25 vitesh, 30 vitesh, kemi patur 1,5 metra poshtë nivelit të detit knetën e Spitnit, knetën e Rrilës, të Barbullojës. Tash ki parasysh niveli i detit është rrit. Ka avancuar deti, kemi një erozon edhe detar. Pra ka nevojë për një analizë të thelluar nga ana gjithë ekspertëve të fushës dhe për të hartuar pastaj plane apo projekte që e zgjidhin për një kohë më gjatë, pra të propozohen dhe të zbatohen zgjidhje afatgjatë. Të drejtim. Okej, por këtu ndërkohë që kryetari i bashkisë për shkak të ndjeshmërisë lartë ndaj problematikës që u krijuan ndaj banorëve, por ama kjo është një diçka që nuk ka ndodhur gjatë 6 viteve të fundit kur Bashkinë e Lezhës drejton kryetar Pjani Ndrejo. Kjo është rezultat më shumë i situatës paraardhëse. Ndërkohë që në ndërtimin e kryetarit 6 vitet e tij janë ndërtuar mbisht ose më saktë pastruar dhe janë sistemuar, janë hequr e evaduar inertet, janë hequr gjitha ato bllokime të tombinave apo të ura të vogla që ka sjell largimin e shpejtë të ujit nga kjo sipërfaqe. Pra janë hequr, janë rregulluar, sistemuar mbi 700 kilometra kanale të dyta dhe treta në territorin. Na e përmende, por siç e ka por tu ka një më kujtohet, ka qenë viti 2005 dhe u bërë një studim shumë i mirë atëherë, është marrë dhe Farudin Hoxha për gjithë zonën e përulësirën, sepse gjithë kjo është një oazë ndryshe, faktikisht gati nuk e ka edhe Ballkani, që ka Lezhë, është një gjë shumë e veçantë, por që ka riskun, e ka afër. Edhe këtu desha me dalë të kjo, domethënë se mu më duket sikur nuk funksionon konsultimi me specialistë mirëfill. Qoftë në çdo lloj projekti, unë nuk e di, do të ishte mirë që të bësh një analizë, edhe unë si gazetar normal, duke pyetur në bashkitë ndryshme sa hidroteknik kanë, specialistë hidroteknikës, dhe si funksionojnë, a bëhet në një takim, a bëhet para apo vetëm kur plas shkrim. Ne si institucion, se nuk duhet të marrim përsipër atë pra në tejkalim të atributeve që kemi si institucion. Jo, e qartë, por unë jam duke e thënë edhe për atë sa njoh. Ne jemi të gatshëm, siç kemi qenë të gatshëm që të koordinojmë dhe ndërveprojmë institucionet e tjera qendrore të ekspertizë nivelit më të lartë. Okej, bravo, nëse bashkitë e kërkojnë siç e kanë kërkuar. Jo, por ka nevojë rajoni, ka nevojë rajoni. Së fundmi, shërbimi gjeologjik shqiptar është në territorin e bashkisë Skurbin në 3 ditët e fundit për të verifikuar dhe për të konstatuar problematikat në lidhje me rrëshqitjen e tokës në afërsitë të disa banesave. Siç kemi pasur edhe specialistët e tjerë përsëri të repartit gjenio të forcave të armatosura, se si mund të zgjidhet, si mund të reparohet ura Bejli në fshatin Jezull, e cila u dëmtu nga rreshtet e para një muaji e gjys. Pra ne jemi të gatshëm të koordinojmë punën, kërkesën dhe të përgjigjemi çdo kërkesë të bashkive nëse kanë nevojë për në nivele ekspertize apo analize me ekspertë të institucioneve qendrore. Nuk e di, kur bini kësaj radhe është vonë më në fokus publik. Domethënë ka pas shumë ankesa për publikun. Unë e kam lënë me zonin Cara, Majlindën, për të pas një bisedë vërtet për Kurbinin, me radhë edhe do doja faktikisht ta ballafaqoja me ato zëra që
Do më kanë qenë prezent. I lëj zërat, zërat politikë janë shumë nevojshëm, edhe zërat politikë, edhe oponenca politike janë shumë nevojshme, edhe kur bëhet në ekstrem. Por sidomos oponenca që bëhet me nevojtarë, me ata që janë nuj. Unë preferoj që diskutimit jetë jashtë ngjyrave, jashtë nuancave politike. Të jetë komplet në funksion të problematikave që kanë banorët e njerëzit tanë në territor, se njerëzit tanë. Ne këtu kemi lindur, këtu u rritëm, edhe këtu do të vjojmë të jetojmë derisa të vdesim. Ndaj nuk e shoh të saktë të konstatim. Se nuk janë të largëta vitet kur në qytetit të Laçit ka pasur deri ujëra, përmbytje, deri në humbi jetë njerëzish. Ndërkohë që me investimin që u krye para pak vitesh, me kanalin e madh ku vjen përmes qytetit, nuk kemi pas problematikë në qytet. Po, unë e kam përmend te kanali në një moment, po. Tani së fundmi na u kriju një problematikë edhe në nëntor, edhe tani së fundmi në Droj. Pra, siç e tham edhe për shkak të atyre fenomeneve që i tham më përpara. Rezultati rreshjeve shumë intensive, një pjerësie të madhe të Drojës, edhe për shkak të mushjes pjesës fundore të Drojës me sedimente në territorin e Durrësit, që pastaj ne kalum me mjetin e Borit Kullimit, koordinuar bashkë me drejtorin e Borit Kullimit, që të ndihmojmë prefekturën e Durrësit dhe ta mbyllim me shpejtat e atje, atë qarjen e argjaturës në anën e Durrësit, që impaktonte edhe banorët e zonës tonë. Pra nuk është se ka pas diçka të pa, ndërkohë që besoj dhe jam i bindur që kryetaria e bashkisë, bashkë me stafin e saj, do punojë më shumë gjatë gjithë vitit për t'i parandaluar këto fenomene. Besoj që kanë nxjerrë ato mësimet e duhura dhe kanë ato rezultatet e tyre që besoj që do i kthejnë në favor të banorëve të Urbinit. Nga ana tjetër rajoni jonë, përgjithsisht rajoni jonë, është nën kërcënimin, po quaj kështu, nën kërcënimin e digave, të rezervarëve, të heceve e me radhë. Mu më ka vetë du ta them këtë edhe si qytetar, por edhe si gazetar që kam vënë një mirë menaxhim realisht në rajonin e Shkodrës. Një mirë menaxhim i kaskadave. Sepse ato shpeshherë kanë sjell përmytje të llahtarshme. Por ne kemi edhe qafmollën, kemi edhe hecet e matit. Ne, në fakt, konstatimi juaj nuk është se është tamam ashtu, e saktë situata, sepse ne kemi paraprirë. Ne kemi qenë në koordinim vazhdueshëm në çdo orë të ditës dhe të natës me drejtuesit edhe dy të zëntareve, si të drejtuesit e ujit Shkopetit, edhe drejtuesit e zëntarit të qafmollës. Dhe ato kanë filluar pak shkarkime që për t'i paraprirë dhe për të mos rrezikuar në asnjë moment përmytjet e banorëve të fushës të Alkut, të Tales, apo banorët e fushë Kuqës si rezultat i këtyre prurjeve, shkarkimeve. Nuk është e njëjtë situata në fakt me Shkodrën, që nuk duhet të i kaloj në ry. Jo, ne jemi të lidhur. Edhe në ditën e sotme. Jo, do ne jemi të lidhur. Kemi 100 hektar në Obod, siç e thatë edhe ju, apo në bregun e Vunës, ndaj bregut të Vunës që thuhet, ne në ato. Mos e Shkodra dikur kalote me kaike brenda Shkodrës. Që janë të përmytura dhe atje në fakt ndodhen territor edhe strukturat bashkiake, edhe forcat e ushtrisë, edhe forcat e strukturat e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, për të ndihmuar sa do pak banorët dhe për t'i asistuar me çfarë është e mundshme. Një moment që bëmi bisedë bashkë, po faktikisht isha tu ça hallin për zonën e Mirditës andaj, po do të pash që më dole tek një rezervuar i Baldrenit duket, ha? Po. I Baldrenit. Sepse du të bëj një pyetje që ka lidhje me këtë, domethënë, sa janë të sigurta këto lloj argjinature? Ne kemi vlerësuar dhe kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm si me bashkitë, ashtu edhe me komitetin kombëtar, sepse ka një komitet kombëtar të digave. Digave, po, pikërisht. Por rezervuarët kanë kaluar në administrim të bashkive. Dhe konkretisht punëmi, në fakt në rezervuarin e Male janë bërë disa investime. Ndërkohë që ka problematika të konstatuara si në rezervuarin e Zhes në Kurbin, të cilin edhe aty kam qenë vetë bashkë me grup pune për ta inspektuar dhe për të pa nga afër problematikat dhe për t'i adresuar në institucione përkatëse.
Edhe para 2 ditësh kishim tek rezervuari i Kallmetit, që vjen re disa shformime të argjinaturës së mbajtëse apo filtrime poshtë për shkak të mos mirëmbajtjes në vite, apo edhe për shkak të masën është edhe fenomeneve natyrore që mund të kenë ndodhur si lëvizja për shkak të tërmeteve të viteve të punit. Arsyet duhet të jenë specialistë për kacë të shërbimit gjeologjik apo inxhinierët hidro të strukturave të tjera që besoj do i vlerësojnë edhe do i konstatojnë edhe do i ndajnë. Domethënë ju keni marrë shërimet e duhura? Patjetër. Ku janë përcjellin tani këto? Të gjithë reacionin teknik dhe të gjitha shënimet ne ja përcjellim Komitetit Kombëtar të Ligave dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që për t'i vlerësuar dhe për të cilë ekspertet e tyre dhe në bashkëpunim me bashkitë pastaj për të parë edhe projektet që kanë bashkitë, sepse ka disa projekte prioritare që kanë bashkitë, se jo për t'i financuar apo për t'i bashkëfinancuar bashkë me bashkitë, pastaj në hyrjet në këto rezervuare. Përmende pak domethënë që shiko, kjo zonë është kaq në nivelin e detit, kjo ka tani Hollanda e gjitha është në nivelin e detit. Mirë po, ne nëse këtu kam pas Pashnozi, inxhinier Pashnozi. Unë e konsideroj nga inxhinier shumë mirë, specialist shumë mirë dhe ka qenë një intervistë shumë interesante. Edhe intervistë shumë interesante. Dhe më përmendte diçka, ja kam bërë pyetje, më përmendte diçka për zonën e Kurbinit. Për zonën e Kurbinit, për ujtë e pishëm që është atje, që furnizon edhe Lezhën, furnizon dhe Durrësin, ujë pishëm. Dhe thot, dal nga dal deti, thot, duke mos i paraprirë me studime, duke mos i paraprirë me investime kryesore, gjë që ndodhet te nga Kuna, se ma ka thënë dhe Jak Gjini, na ka thënë këtu në emision. Është e njëjta gjë, edhe ajo që ndodhet dhe në Tale e me radhë, domethënë tu dal nga dal do shkojë drejt kripëzimit të ujit pishëm. Domethënë këto janë gjëra të mëdha, dhe a mendon që prefekti duhet të jetë gardiani, sinjalizuesi i këtyre gjërave të mëdha deri edhe për kryeministrin e vendit. Në fakt ne kemi evidentuar dhe kemi adresuar këtë problematik përpara disa muajsh, pra e kemi paraprit, edhe si rezultati i konstatimeve si të Agjencisë Bërdetit, edhe të administratës së zonave të monitora, pra edhe i bashkive, dhe në fakt ka një farë erozionin detetar i cili ka këto vitet e fundit është kthyer në një farë rreziku të shtuar për akuafierin, si për akuafierin, pra për ujëmbledhjen që thatë edhe ju më para që furnizon ujë të pishëm, jo vetëm Kurbinin, por deri edhe në Durrës, apo edhe për akuafierin e Rilz Barbollojës në Lezhë, që furnizon në Lezhën dhe Shëngjinin me ujë të pishëm. Ndaj jemi në pritje të vlerësimit edhe trajtimit disa studimeve. Niveli i zbatimit apo i këtij projekteve të Hollandës është pak larg. Megjithatë, pse jo, edhe mund të ketë edhe ekspertizë nga OFT huaja që mund të sillin edhe specialistë huaj që besoj do eksperjenca e Hollandës edhe mund të nuk ka arsye që të mos implementohet edhe këtu. Kam një pyetje tani që lidhet me një fakt. Prefekti i Lezhës, që ka Lezhën, kryetarin e bashkisë dhe bashkia është i krahut majt, po ashtu Kurbini është i krahut majt, ndërkohë që ka Mirditën të krahut djathtë. Si tregohet prefekti në këtë raste? Nuk më vjen mirë që ju e konceptoni kështu. Jo, unë kam pyetje. Nuk është thjesht koncept, po është pyetje. Prefekti është pozicion politik, por prefektura është institucion. Edhe kështu drejt kësaj duhet të shkohet. Që edhe bashkitë. Jo flasim lidhje me investimet, pastaj fillojmë këtu. Në lidhje me investimet kanë qenë në proporcion. Nuk është se ka në situatë në thojë diskriminuese nga një bashkie ose ndaj një grupi banorësh. Nuk është e papranueshme edhe për mua individualisht diçka e tillë. Po do t'i qetësoj, po edhe në filozofinë qeverisë të qeverisë Ramës, madje edhe kryetari i bashkisë Mirdit, pavarësisht se është një ka komunikim edhe me kryeministin, ka pas komunikime, ka prit kryeministin, ka shpalos projekte, ka pas edhe ka në proces projekte, siç ka pas vitet e fundit të financimit në Mirdit, që po të doni jo përmend si në sheshin rehabilitimin e sheshit kryesor qytetit, në spitalin rajonal të Mirditës. Janë para këtij kryetari, por megjithatë ti përmendi. Në rrugën sepse në një farë mënyrë tani i gëzon ky pushtet, po janë para këto. Edhe në rrugën rivijimi i punimeve në rrugën Rrashen Lur,
e cila ka rifilluar me ritme të shpejta puna atje. Apo pastaj në kanalin e Fangut. Se pra rrugë do të them sa fjalë pastaj më që më përmendën, po. Pra nuk është se ka ndonjë diferencim të financimit të projekteve. Me që merr dhe ke lura, kjo pjesa këtej është shumë interesante. Pjesa këtej që lidhet Mirditën me lurën, ato nuk ka mbaruar, por punon një firmë tjetër. Ajo kompania që ishte, ajo dështoi me sukses, për fatin e keq që në tenderim, dhe e la rrugëve ato udhë, ma keq se rrugëve, një rrugë strategjike, e parë me një këndvështrim që vetëm njerëz bakes mund ta shohin atë mënyrë siç e pa në rrugën e Lurës, dhe kjo pjesa tani që po punon në kompania Biba, që është për fat kompania Biba erdhi dhe ndihmë, dhe shumë mirë ku kompanitë vendore janë dhe ndihmojnë edhe në situata përmbytjesh, por pjesa e Dibrës, pra nga Lura, edhe që bashkon me disi e ka i fshati Arën aty në Dibër, pjesa atje e shifja domethënë të motivuar prefekti, kryetari i qarkut, kryetari i bashkisë, deputetët tjerë. Në fakt, kjo zona nuk është bon, edhe kam edhe i lajm keq. Ka dy elemente. Për Lurën, më fal. Për te, aty ku ka filluar asfalti në Rënjoll, kam disa fotografi që mi kanë çuar, dhe aty është qarë rruga. Është qarë rruga, po ikën mali edhe aty. Pra që është jashtë çdo projekti. Atë ka disa konstatime diskutimi juaj. E para ishte angazhimi i subjektit Biba në riparimin e fundit në Jezull. Në fakt, angazhimet të subjekteve private, të operatorëve privat në Bashkinë Lezhë kanë qenë shumë evidente edhe në Bashkinë Kurbin gjithashtu, dhe gjej rastin t'i falenderoj. Në të institucionin prefektit Çavut. Në këtë situatat e përmbytjeve të tjera. Si në rastin e përmbytjeve të muajit nëntor të para 2 muajve, njëkohësisht edhe së fundmi angazhimin e tyre në ditën dhe natën me mjetet e tyre, me gjitha kapacitetet që ato kishin. Por në lidhje me rrugën me këtë aks rrugor që ju sa më përmendet, edhe në diskutimin e fundit që organizuan në mbledhjen e punës me drejtuesit e autoritetit rrugor shqiptar në kuadër të masave paraprake në fillim të sezonit dimror dhe gatishmërinë e gjithë subjekteve nën-kontraktore apo të institucionit të ARSH-s, u ngrit diçka e tillë për shkak të situatës dimrore, rreshjeve, kushteve atmosferike jo të favorshme, shpeshherë ka pas pezullim të shkurtra të punimeve. Megjithatë do rivlerësohet, kemi parasysh gjithë aksin deri lart në Lurë, ndërkohë që aksi tjetër nga Rresheni deri në Livadhe Turkut. Deri në Livadhe Turkut, edhe për atë aks që është marrë në inventar nga autoriteti rrugor shqiptar, janë duke hartuar një projekt që shpresojmë që të financohet dhe të bëhet një investim edhe aty. Ndërkohë që edhe firma mirëmbajtëse her pas here me aq kapacitete sa ka. Në fakt punime kanë qenë cilësie jo shumë të mirë, por edhe për shkak të mos mirëmbajtjes në vitet e saj me ato kunetat anësore të rrugëve, apo me riparimin e shpejtë të bazamenteve të rrugës në rast çdimit për shkak të terrenit të vështirë të asaj zone. Që besoj që do ketë rritje më të shpejtë në mujt në vijim nga ana e subjektit Biba, apo në mirëqyrjen pastaj edhe të ARSH-s, pse jo, të prezentës time përsëri, që në fakt nuk është se nuk kemi qenë, se ju përmendet që vetëm prefekti Libës ka qenë në një fajnë. Jo, ata kanë qenë këtë faktorë bashkë. Jo, kjo është realitet, nëse unë s'kam pa duke përtit aty në një, jo. Ato mund të kenë bërë publike. Edhe deputet, edhe kur vinë, për shembull, deputet vinë atje një ditë aty, kanë bërë një protestë, po jo më me shumë e përtit. Edhe shiko të themi gjë, me prefektin e Dibrës, nuk e harroj. Vetëm kaq, sinqerisht. Unë kisha bën një kronikë problemore dhe merr telefon të çash që e bën ti këtë po i them unë për çfarë. Kush je ti prefekt? S'po i them emrin. Po i thash, okay, thash, ti gjatë tani që po ta them unë këtu, si jam ke rruga ku jam, ti mund t'ja kishe thënë kryeministit, jo të marrësh një gazetar ti thuash shumë. Të bërtasish për gjë, realisht nuk bërtitet. Zoti Malshi, nuk bërtitet shumë pak. Koncepti im aty doja dilje. Nuk është pëse zgjidhen me të bërtitur. Edhe nuk është se direkt ju ose më sa të dhe opinioni duke ja thotë kryeministit direkt. Jo për gjitha merret kryeministi. Ka struktura përkatëse të cilat e kanë detyra funksionale që
që të verifikohen problematika, edhe pastaj t'i adresojnë tek ato që kanë detyrë funksionale dhe kanë përgjegjësi pastaj edhe për të punuar për të zgjidhur. Për të angazhuar për të zgjidhur apo për mbikëqyrë edhe zgjidhjen e tyre. Ne kemi qenë dhe do villojmë të jemi edhe prezent në ditën e vijim për të pa ecurinë e punimeve në atë akt rrugor. E garantoj për të. Një gjë që domethënë faktikisht e kisha vendosur në një bisedë që mund të ishte pak më ndryshe, jo në situatë përmbytje, por kam dëshirë të pyes atë çfarë ndodh me basenin e matit, me urat. Urat rrezikore, siç është ura tani që është edhe ura e trenit, po gjitha urat janë të rrezikuara. Edhe në takimin e fundit që patëm, siç ju thash, me drejtues të autoritetit rrugor shqiptar, është konstatuar diçka e tillë. Në mënyrë emergjente është ndërhyrë tek ura autohekurudhore e Mejlotit, e cila besoj për pak javë rikthehet në funksion. Ndërkohë që janë duke konstatuar problematika dhe tek ura e Rubikut dhe shumë shpejt edhe aty do të kemi besoj një projekt për të ndërhyrë në paranalimin e qedimit të këmbëve të urës apo edhe të strukturës së saj. Po kjo ura e Berlusconit pastaj kjo çfarë do bëhet? Sepse dhe atje kanë vënë që po a do të disiplinohet marrja e inerteve? Atëherë cili është roli i prefektit në Tiranë? Me aksin Mejlot Balltre, i cili është në procedurë të ndërhimi, në procedurë shpallje fituesi më saktë, se të ndërhimi është përfunduar. Besoj që me ndërtimin e urës së re do zgjidhet, ndërkohë që në fakt nuk është se ka shfrytëzim inertesh afër. Ky është rezultati ke shfrytëzimin ndërvite të basenit të lumit të Madit. Ke shfrytëzimit si nga ana subjekteve të masave të licencuara, por edhe ndoshta shfrytëzimi nga ana e mjeteve pa licencë dhe piratët që kanë keq përdorur atë basen. Okej, tani meqense ta përmenda pak mirë ditën, pra s'mund të rri pa dhënë kronik kështu, edhe të ndjekim një kronik të shkurtër, edhe të flasim për dy projekte që janë aty, po para unë i kam thënë atje në terren, edhe du që t'i ndjekim dhe të na japi shllafin se si do bëhet, si do operohet që ato projekte të vinë mirë ditë. Shikoj, jam tani sa e më kthyer gati ora 11. Edhe më bën një test këtu për të pasur çfarë po ndodh këtu. Kim ardhi herë kam bënë një kronik para 2 ditësh, shih çfarë po ndodh këtu tek zalli i banit të vogël. Tek shtëpia këtu ku rrezikohen komplet shtëpia këtu, rrezikohet lagja me ato që mos ketë drita, shtyllën po e shohin momenti i funit, është shtylla që u sposu një herë nga vetë fshatar me vjetër që i morën këtu, u sposu pak më lart se ka qenë shumë thellë. Shisa ka arë tani lumi këtu, dhe kjo shtylla me sa duket ka momentet e funit vetëm. Ja po shkoj shumë pak afër, po është e rrezikshme. Ka tension që furnizon te lagjën, furnizon edhe ndërfanën, edhe këqishëm thanë me radhë. Megjithatë unë do të pyes ato specialistë si është puna. Pikërisht se nuk është deviju uji. Unë kam përtitë të madhe dhe prefekti kam thënë. Duhet të devijohet të gjenin mënyra për deviju rrugën, lumin. Shohim tani atë shohim shtyllën atje. Ja. Ja ku është lumi? Udo, ja si ka ardhur lumi? Tani du të them dy llafe. Dy llafe edhe për prefekturën, edhe për bordin e kullimit të Lexhës. A ka mundësi që këtë të vini sa më parë, nesër është mot më i mirë, tani është duke ra shi dhe rrebesh, po nesër është patën hajin në kohë të mirë, në kohë më të mirë dhe krijoni mundësinë e devijimit të lumit anet, mos vazhdoj me tej provizorisht. Pastaj projekti që është dërguar, kam thënë 10 ditë, është një projekt tash 2 vite e dërguar vit pas viti dhe nuk është marrë në shqyrtim për gjithë të zonë këtu. E dyta, problemi është edhe ke ajen energji gjatë verës
me rujt dhe nuk ju lëshon ujë këtej, edhe kudo hecet, kudo verës, në vetë që lëshon ujë, po jo vetëm kjo, tani dimrit ju lëshon ujë me i përmyt. Pra ne, du të angazhot dhe vetë ajen energji, është duke fitu para tani, do më thëmë, me shumis, për mes ureve që vinë këtu për mes kërditës, po jo të mos kujdesohet edhe për rrugën si shbanë me rrugën e Bukmirës, por edhe me vendin këtu. Pra të bëhet një plan i përbashkët këtu, edhe me bashkin, edhe me ajenin dhe me bordin e kullimit, prefekti dashur, Tauland, të lutëm, miku im, të lutëm, merruni me këtë punë, sillni makinat e rënda që keni atje të bordit kullimit, vinë dhe sa më shpejt ta rregullojnë këtë gjendje. Për fat keq, me sa duket ka shumë pak, as një metër nuk e ka për të ikë dhe t'jo shtyll, do të thotë që ju përgatiteni ju fshatat që jeni atje afër, përgatiteni për të mos pas energji elektrike. Ja, Sharponov, ja. Ja, kjo është pamja tani. Kur kishte rrebesh, ky tubi ka qenë mbuluar, tërësisht nga uji. Dhe ja si vazhdon. Ashtë shumë e çuditshme, ashtë shumë e çuditshme. Një projekt që është bërë dhe nuk besoj du t'jetë devijuar në projekt, sepse këtu dal nga dal fillon rrezikon edhe rrugën, aksin këtu. Aksi që shkon për Përlat për Lur, aksi rrugor. Pra du t'jetë një projekt serioz. Tani po shfletoj projektin që Bashkia e Mirdit ka bërë për mbrojtje nga lumi Zmeja e Madhe, pra aty ku ishim. Ja, tu është harta, ja ku duket aty. Tu është më e qartë, edhe duket dhe rruga ku kalon, edhe tubi ku është. Të gjitha ato kondicionet që duhen për të bërë një projekt. Ja të fillojmë të zbatimet tani, pra skicimet e projektit. Edhe njëherë këtë pamje ku janë sigluar kërkesa e bashkisë, firmë vule me radhë, ku shpraqet projektin, shoqëria që ka bërë projektin, projektuese me radhë. Është shumë i nevojshëm që ky projekt me patjetër këtë verë duhet të bëhet, duhet miratohet dhe duhet bëhet. Pra është një apel edhe për institucionet qendrore, edhe për prefektin, por edhe për Ministrinë e Linjës. Këto ishin për shembull mora 2 projekte. Pra këto 2 projekte, të cilat ka 2 vite që janë bërë. Dhe janë adresuar edhe tek emergjencës kombëtare, edhe në institucionin Linja dhe 2 vite që nuk përgjigjet njëri. Unë e pash reagimin tuaj, në fakt emocional sepse ndjeni për atë problematikë që u kriju. Problematikë në fakt shumë shpejt për një ndërhyrje që zgjati më pak se 2 ditë u ezauru dhe u shmang. Jo, unë të falenderoj se një orë kemi folur në telefon. Ndërkohë që ne kemi qenë në fakt në koordinim me bordin e kullimit, drejtorinë rajonale të bordit të kullimit, për vendin dispozicion të një mjeti që sapo të përfundonte punën, një ekskavatori me krah të gjatë. Pra, po të shohësh që këtu u kryi diçka me një mjet që ekzistonte nga një operator privat aty. Pra, sepse nuk transportoi dot ishte probleme. Kjo është puna e specialistëve të institucioneve vendore. Identifikimi i problematikës dhe propozimi mënyra të zgjidhjes apo mjetet logjistike që duhen për ta zgjidhur. Pra, si që rrëtoj pastaj, që edhe me mjet që kishte dispononte subjekti Biba, mund të kryej një ndërhyrje që të evitoj dëmtimi asaj sipërfaqe bujqësore, apo zhvendosa 2 herë asaj linje. Ndërkohë që edhe ai 1 hektar që ju thoni që ka ikur, me sa informacion kam, edhe nga banorë të zonës ka qenë i pyllësuar, pra ka qenë si rezultat i keq menaxhimit ndër vitet të asaj sipërfaqe toka, që nuk është me besoj që është sipërfaqe toke për na shtet. Taj dikush që ka për detyrë që të kujdeset dhe të administrojë si duhet.
Po, realisht në përkronika, vazhdimisht unë e kam cekte, vazhdimisht në përkronika. Që ti marrë me radhë. Pyllëzimet, po. Që ti marrë me radhë. Pra, edhe kur ka prerje të paligjshme të pyjeve, apo keq shfrytëzim të pyjeve, të sipërfaqeve të fondeve pyjore ndër vite, strukturat vendore bashkit duhet të ndërmarrin hapa apo projekte për ripyllëzimin e tyre. Për shkak të dëmtimit nga prerja e paligjshme apo prerja jashtë kritereve, si gjithashtu edhe pyllëzimin e sipërfaqeve të djegura nga zjarret verore. Tashmë janë bërë problematike dhe janë ngrenë në fakt edhe për pushtetin vendor. Do të jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Por ju kishit dy hotspote. Njëri hotspot ishte ky që sapo e përmendëm edhe Zaruan, ndërkohë që hotspoti tjetër kishte bënë me lidhjen e ujësjellësit të Barxhanës, që furnizon rrëshetin. Që pësoj një defekt prapë për shkaqe natyrore, për shkak të shkëputjes shkëmbimeve dhe spostimit, që dhe aty kemi qenë në komunikim vazhdueshëm edhe me drejtorinë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve, edhe me drejtuesit e saj, edhe me inxhinierat, kanë me ditë tëra, edhe në kushte të vështira, pastaj edhe normalisht që në kryet operacionit sipas planit të emergjencave civile është titullari i bashkisë. Janë edhe drejtues tjerë, të cilët mund të shfrytëzojnë dhe mund edhe kapacitetet të operatorëve privat që ushtrojnë aktivitet në territor dhe që janë disponibël. Që në masë nuk janë në sasi sa në Lezhë në Kurbin, po dhe bashkia Mirdit ka kapacitetet e saj me operator privat dhe mund ndërhyjë her pas here. Ndërkohë që për zgjidhjen e kësaj, për zgjidhjen e problematikës parë hotspotit parë, unë do rekomandoja sepse është hapur thirrja për aplikime nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, e cila do të qëndrojë hapur deri në fund të janarit, deri në ditën e fundit të janarit, me projekte për rastin e parë dhe pastaj është Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, janë strukturat e tjera, niveli i ekspertëve, i cili përzgjedhin projekte fituese në varësi të sa rrisje krijon për popullatën një fenomen në një zonë apo një konstatim në një zonë tjetër. Janë specialistët të tjerë, janë nivelet të tjera pastaj që bëjnë përzgjedhjen e projekteve fituese. Ndërkohë që për rastin e tubit në aksit që vjen nga Barxhana dhe që furnizon në qytetin e Arshenit. Që është afër tarazhit në Zmen, lidhet tarazhi me Zmen. Me Zmen. Jemi në komunikim me drejtorinë e ujësisë kanalizimeve për të pamundësinë ndoshta edhe për të krijuar si për ta devijuar atë apo edhe për ta mbush. Pastaj jo, ajo është sepse aty rrezikohet dhe rruga Lurës. Është edhe kjo, se realisht ka gry. Unë kam shkuar vetë, kam ra deri poshtë në rrugë. Janë punime, janë parashikime që duhen bërë edhe më parë. Pra puna paraanaluse besoj që ka vend për të ripa dhe për të rivlerësu dhe për të dhënë më shumë fokus punës paraanaluse edhe në këtë raste. Megjithatë, me drejtorinë e ujësisë kanalizimit, të cilët edhe këto gjem rastin t'i falenderoj, për shkak të edhe të vënies në funksion edhe të linjës rezervë, pavarësisht dëmtimit në Barxhan, qyteti i Arshenit ka dhe linjë tjetër. Kishte furnizim me ujë të pishëm, pra banorët nuk është se edhe furnizim me ujë të pishëm. Po, dhe ajo lidhet me atë projektin atje në te lumi i Fanit, ajo ku tham në zallën e Fanit vogël, edhe ai gryrja po të vazhdoj më poshtë, shkon te pompat prap. Është në dy anë të rrezikuar. Analiza thelluar pastaj edhe zgjidhja besoj që është në dorën e specialistëve përkatës, mënyrë të zgjidhë variantet dhe pastaj të shoqëruar edhe me kostot e zbatimit të projekteve në këtë drejtim. Okej. Mirë, atëherë unë të falenderoj në pjesën e parë, ishim me gjithë lloj analize që bëm me prefektin dhe pastaj do të futa në pjesën që është shumë sensitive që ka lidhje me dëmshpërblimet. Se çfarë bëhet me dëmshpërblimet, do vim në pjesën e dytë. Pas një spoti publicitar, i kthehemi këtu në kuvent në Akrolis TV me prefektin e Qarkut Lezhë, zotin Tavlant Maçi. Këto janë mbi 15 parcela, vetëm tokat e spitit që janë të mytë me ujë. Edhe nuk është hera parë, është hera tretë që na mysin për 40 ditë. Vetëm unë, si fermer, unë kam 60 delim miell me grun,
edhe 150 delim janë që. Janë nuj? Këtë janë nuj, këtë e kam mytun. Grunin e kam përstrit, prap s'ka, na thanë me shku me regjistru, u regjistru ma tje ke njësia bashkjake, kur përfonimisht thanë nuk ka ardhë hala fondi pa bo përmytjen e dytë. Nuk është viti i parë që kemi dame, sa 30 herë që përmytet dhe nuk ka ardhë njeri me na po fare për këtë punë. As dun me ditë jemi apo s'jemi. Ashtu dhe. Damet janë kolosale. Ju po shikoni vetë, toka është e përmytën komplet. To vinë për ngushëllime në fund, shofin nga i herë, na shofin në sy, edhe premtime boshi, na të ujtu se dhe të morim dishka. Absolutisht hala s'kemi marrë asë një gjisë lekut. Do me sa dush. Hera para ka qenë me 9 matë në nërë, me 20 e kena pas ujtë këtu. Ka hik, ka në 20 ditë. Më kam janë gja, 220 rojnë u lejnë, si i kam nuj. Shete e parë i ka thënë përmytja parë, 40 rojnë u lejnë, kam fillu me premte, se janë tha. Tash erdhe dyta, tash s'kam shpres më. Nga reshit ka pas probleme gjatë gjithë ditës, nuk ka qenë ndonjë probleme i madh në puna reshjeve, po ma shumë është neglizhenca e bashkisë. Si se shifni vetë, publiku Kurbinit ka rënë mhall, kanë rënë të gjithë në gjumë, nuk po hap kush zonën e gojës. Tash me një, si thonë me një lule nuk vjen pranvera. Ja, si është ura, ta shohim vetë, s'ka nevojë për koment. Thonë ka ra përmbytje, jo nuk është përmbytje, është vetëm puna bashkisë, se ky kanal është i bllokuar ka 50 vjet. Probleme ka pas gjithë Shqipëria, po Laçi e kanë përmbyt, nuk e ka përmbyt natyra, ka përmbyt bashkia. Bashkia Kurbin, sepse një pru me të njëjtët prurje, që është 100 metra më përtej, e kanë bë 5 metra gjerë. Kurse kjo ka prurje, ky projekt ka prurje më shumë se sa projekt tjetër dhe është bërë sa gjysma atij. E s'ka, kjo është më të mbyt. Sa lekë kanë investuar? 1 miliard lek. Edhe? 1 miliard lek për një qytet Laçit të ri. Jo një pruse, po do kisha investu me lek të komunitetit. A ka bon dome? Domet janë shif komplet balë, betorina, plus e hedhin një nejërët vend e pa vend, edhe në ato janë shkaktare kryesore, dhe kjo vetëm bashkisë Kurbin. Kina kanë bërë probleme shumë ta. Se s'kan bërë probleme. A është këni se këtë toka në ujë. Ka bon dome? Ka bërë dome sa duh, nuk shqim baktive, ndana baktivë ka bërë dome. Ralla dy se po mytë njësjet. Historia kësaj mytë janë se nuk punojnë hidrëvojë i badhane. Vete e lanë fikë me mytë fushë në të rëvicë. Atër, rëndrof shteti. A më nëni se dhe të mërë një rendiment? Asistan se mërë qëro. Këto ka nuj se mërë rendiment. Rëndrof të fot farë nuja, punime nuja, pluk nuj. Në këtë mes marrë me dhe në mësu ma gjellë, për pa marrë asi vjetë. Vi këna punu këtë. Shaflet. A interesat kusha, kanale? Kanalet janë hap, po kanalet janë hap me t'janë diku, po nuk punën në hidrëvojë me thithë këtë një drëvis me lëshuarje. Dhe thotë bytet lesha. Shkoni që ta kërkëshoni ju, befasisht hidrëvojën atje. Nes, nështë anesë, ku shkojnë ju gazetarët. Pa i nuk punën. Mirë, si që pat, këto janë ankesat e banorëve të zonave të përmbytura dhe gjithë problemi këtu është sa që është material, është edhe psikologjik, zoti prefekt. Tani ti paka shumë i dëgjove, disa prej ankesave, ka dhe plot tjera, e më radhë dhe krejt problemi është këtë dëmshpërblimi. Njerëzit presin tani dëmshpërblimin. Çfarë mund të thotë prefekti, si po procedohet, çfarë analiza është bërë, çfarë inventari i dëmeve është bërë etj me radhë dhe çfarë sugjeron pushtetit vendor dhe si do procedohet domethënë vertikalisht. Atëherë konkretisht edhe vetë banori e pranoi që kanalet e dyta dhe treta janë të hapura në Toravicë. Megjithatë është konstatuar problematika që ata për hidrovojën e Balldarit, folën për të, po. I cili nuk ka rresht funksionuari në asnjë moment. Dhe vijon dhe nuk qëndron ajo logjika ajo arsyetimi që për mos të përmyt lezha, se lezha nuk mund të përmyti. Është e tillë niveli dhe argjinatura e lezhës që nuk përpon rrezik për qytetin e lezhës. Ndërkohë që në zonën e Kurbinit në fakt nuk është se kanalet kanë qenë të pahapura.
por për shkak të prurjeve të vullshme dhe shumë inerte, ka pas bllokim të disa tumbinave apo grumbullimin inertesh poshtë disa urave që kanë sjell problematikë në vijim apo reaksione të tjera domino, reaksione zinxhir në daljen e ujit nga shtrati, përmytjen e rrugëve apo të tjera. Kështu që jemi në fazën dhe janë të orientuar të gjitha bashkitë, të reja bashkitë, dhe ato në fakt kanë ngritur grupet e punës, të cilat unë duhet t'i inkurajoj dhe duhet t'i nxjerr që të vijojnë dhe të mbarojnë sa më shpejt procesin e evidentimit, të vlerësimit të dëmeve dhe pastaj ne për t'i adresuar në Këshillin e Ministrave, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në Këshillin e Ministrave, për të hartuar qeveria një akt normativ dhe për të një pjesë të mirë të dëmeve që janë shkaktuar në kultura bujësore, sipërfaqe bujësore të mjellura, në plegtori, apo edhe në ndërtesa dhe banimi në shtëpi të banorëve të tyre zonave, do të jenë pjesë e aktit normativ të qeverisë për t'i mbështetur. Ndërkohë që gjatë gjithë kësaj periudhe, nga të treja bashkitë, janë hartuar kërkesat të cilat janë mbështetur direkt me ushqim për bagëtit, me ndihmë ushqimore për familjarët apo për banorë që janë të izoluar nga uji, apo edhe me batanie, dyshek, veshmallë të tjera, pra rezervat e shtetit, qeveria shqiptare dhe gjitha strukturat kanë qenë në mbështetje dhe kanë qenë pranë këtyre banorëve për t'i lehtësuar sadopak situatën. Kush i dërgon këto ndihmat ose kush e procedon gjendjen? Janë njësitë e veçorisë vendore, janë bashkitë edhe njësitë administrative. Po, bashkitë, pastaj bashkitë në varësitë bashkive janë edhe njësitë administrative me strukturat e tyre, me drejtorinë e emergjencave civile nëpër bashki, me drejtorinë e shërbimit social në bashki dhe me gjithë strukturën e njësitë administrative deri tek kryepleqët e fshatrave. Ti mendon që kanë shkuar kanë pa gjitha kështu? Sepse shiko ka dhe një gjë. Është detyrë funksionale e tyre, ndaj nëse ka ndonjë rast ku ju lutem shumë na adresoni edhe ne jemi në gatishmëri që të koordinojmë me bashkitë, nëse ka një banor ose një krye familjar i cili nuk është kontaktuar nga këto, le të komunikojë edhe me ne. Po besoj dhe jam i bindur plotësisht dhe në fakt ne kemi qenë edhe në monitorim edhe në komunikim edhe me direkt me drejtuesit e njësive administrative si në Lezhë, si në Kurbin, edhe në Mirdit madje, që në përgjithësi kanë komunikuar nëpërmjet administratorëve, nëpërmjet kryepleqëve, me gjithë kryefamiljarë, me gjithë banorë që kanë pas problematika dhe i kanë evidentuar. Dhe po ju shkojnë në grupet e punës. Mase është proces që është ongoing, akoma s'ka përfunduar. Por besoj që për pak ditë do përfundoj. Dhe ne do kemi një informacion për mbledhjes të cilën do ta përcjellin pranë agjencisë. Pra informacioni edhe një herë, informacioni për mbledhjes. Një minutë, domethënë detajimi fillon nga siç i bëj thirrje gjitha grupeve të punës, po, që të jenë konkrete dhe të jenë korrekt në lidhje me evidentimin. Grupet e punës. Që i ngrenë bashkia, i ngrenë bashkitë. Ju i shihni thjesht kështu? Ose e shihni që është bën ky operacion, po them pak a shumë. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me titullarët e bashkive dhe pastaj nëpërmjet titullarëve të bashkive dhe me grupet e punës, që të cilët në mënyrë periodike raportojnë që u evidentuan Okej, a raportojnë tek ju? Raportojnë që u evidentuan, u kryen kaq konstatime. Pra evidentime u vizituan kaq banesa, kaq kryefamiljar kontaktuan dhe pastaj gjithë informacionet për mbledhjes do proponohet nëpër bashki, do ketë ato hapet e tyre të vendimarrjes në Këshill Bashkiak edhe përkatëse dhe pastaj do adresohen tek ne në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Po e çfarë pastaj kjo është gjëja emergjente. Dhe gjërat e emergjente, po tazom ke një bashki që ka dhe ka mundësira dhe gjen mundësi, ka bashki të varfra që s'kan mundësi për shembull të jenë me radhë. Në këtë rast, çfarë? Qoftë edhe për ndihmat e shpejta ndaj familjeve. Po ndihmat e shpejta. Unë kam pa një gjë. Ndihmat e shpejta ndaj familjeve, çdo lloj ndihme që nevojitet në territor, bashkitë duhet ta kërkojnë pra institucionet. Pra çfarë po them unë? Duhet të komunikojnë me institucionet. Dhe komunikimi nuk është vetëm dalje publike. Komunikimi është edhe komunikim zyrtar, nëpërmjet shkresave zyrtare. Kërkesë për logjistik, kërkesë për ushqim për bagëtit, kërkesë për ndihmë ushqimore.
kërkesa Po qytetarët të tjerë, dokumentuara dhe ajo pastaj marrin ne telefon. jemi të gatshëm për të ndërhyrë pranë institucioneve Perfekt. shtetërore, pranë rezervave të shtetit, pranë agjencisë kombëtare të mbrojtjes civile për të mbështetur për nevojat e banorëve. Perfekt. A ju marrin vetë qytetarën në telefon më një herë? Ju marrin, unë të kam marrë ty. Po, Dhe të falenderoj që kemi je pas. përgjigj më një herë. Po patjetër, çdo qytetari unë i përgjigjem më një herë. Të marrin në çdo orë. Po, Madje kemi qenë në komunikim ditët e fundit, po Okej, japim po. një detaj pak kështu konfidencial. Një moment kur ndërprej energji elektrike në njërin nga hidroportet në periferi të Lezhës, për shkak të një defekti në dispečerinë qendrore të furnizimit me energji elektrike, në orën 2 të mëngjesit kam qenë në komunikim me qytetarët dhe u informuar nga banorët dhe pastaj angazhova strukturat e operatorëve shpërndarjes energjisë elektrike, të cilët edhe ato duhet të falenderoj Gjerastin për gatishmërinë edhe për punën e tyre në përballënimin e situatës, në riparimin e defekteve, në orë pa orë, në vështirësi, në rreshje shiu, në prezencë lagështire, pra duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Jo, e kam vëlla, okay, sinqerisht një drejtues institucioni i cili e hap telefonin qytetarit thjesht, sidomos në kohë përmbytjesh, ai është drejtuesi që i duhet t'i veni. Dhe një drejtues që nuk i bën dot drejtuesit se e kanë frikë drejtuesin me kështu. E dyta është gjë tjetër, prapë gjë tjetër, se në këtë situatë unë kam vënë re që bashkitë përcaktojnë disa numra telefoni, me radhë 1, 2, 3, 4 dhe 10 të tjera. Edhe janë edhe drejtorë. Nga herë merren vetëm kryetarët e bashkisë, kur kanë drejtues sektor që i kanë me radhë. Në fakt drejtuesët e sektorit çfarë bëjnë? Jo vetëm që s'hapin telefon nga herë, po thjesht i bëjnë një fresk kryetarit të bashkisë, dhe kaq është historia, marrin rrogat dhe mirupafshim. Pra në këtë rast përmbytjesh, njeriu duhet të jetë njeri, më shumë se çdo herë tjetër, mendoj unë. Nuk du të zbresi komunikimin, besoj në të edhe komunikimin publik në tilla nivele që po i bëjnë presë ose i bëjnë presë. Ne flasim për përgjegjësinë të individëve, të drejtuesve dhe gatishmërinë absolute të çdo drejtuesi për t'u përgjigjur problematikave që kanë realisht banorët në situata të vështira, në situata përmbytjesh konkretisht. Që nuk besoj se ka vend për terminologji të tillë në diskutimin tonë. Jo, unë e diskutoj pak më kështu sepse nga që e kam ndesh. Tham drejtë e kam ndesh. Nuk e di, unë nuk e nuk ka rëndësi, unë di që orar pa orar drejtuesit titullarët e bashkive si Marinda Cara e Kurbinit, si Albert Ndryshi Mirdic, nikosisht edhe kryetari i bashkisë Lezhë Pirin Reu, kanë qenë në krye të strukturave të mosjes civile, edhe gjatë orëve të mesnatës kemi pas komunikim me ta për problematikat në për rrezikshmëri, qarje argjinature, qarje dige, funksionim hidrovore, shtim nivelit të ujit, rritje të shkarkimeve apo reduktim të shkarkimeve nga ana hidrocentraleve. Pra kemi qenë plotësisht në njekje të situatës, në njekje të dinamikës të situatës, më saktë. Me që jemi këtë dëmë shërblimet, unë kam ndjek gjithë reagimit që bënë, që nga kryeministri në rrjetet sociale, në media, por edhe ministra dhe gjithë me radhë që vjen konvejeri i funksionimit të shtetit edhe të qeverisë. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje, unë shoh Erion Braçën. Erioni ka një gjë që edhe da japim me Erionin si flet. Dhe flet për dëmshërblimin, këtu ke dëmshërblimet. Dy gjëra për përmbytjet që ndodhen dhe përmbytjet që po ndodhin, po përsëri, edhe pse nuk ka rreshje aq të forta. E para gjë, për njerëzit që janë dëmtuar, edhe që janë dëmtuar kryesisht në fshat, në shtëpitë e tyre dhe në ekonomitë e tyre, pagesa për dëmet është themelore, është jetike. Natyrisht për të rikthyer jetesën normale, po mbi të gjitha për të kompensuar ekonominë që kanë humbur. Baktit, po në krahun tjetër, unë mendoj edhe të mbjellat. Të mbjellat do të ktheheshin në produkte dhe produktet në të ardhura. Do thotë nuk kanë humbur vetëm bim në ser apo në fushë të hapur, por kanë humbur prodhimin, kanë humbur të ardhurat. Me ato para mund të mbillnin në pranverë e kështu me radhë. Pa to rrezikohet prodhimi. Ne kemi humbur ushqim. E përpasoj kemi humbur ekonomi. Do të kemi çmime më të shtrenjta për shkak të sasisë munguar të produkteve bujqësore edhe blegtorale. E në krahun tjetër do orientohemi nga importi, jo nga eksporti. Kështu që pagesat janë themelore e duhet ndodhin tani.
Por, në krahun tjetër, ne nuk mund të kthehemi thjesht vetëm në një shtet që paguam dëme. Dëmshpërblimet tani thot, sepse nuk është thjesht dëmshpërblimi, se kështu riciklojmë dëmshpërblimet, edhe faktikisht nuk e shohim si prodhim tashëm. Edhe këtu desha me ditë pak më shumë, kur do t'jenë, si do t'jenë, dhe çfarë do bëhet me këto? A do të rivitalizohen tokat, a do të ketë rimbjellje? Baktit, më ka pëlqyer shumë mënyra se si ka vepruar ushtria në disa zona përmjet e Semanit. Qoftë edhe Miqinxha, është shumë simbolike edhe Qingjet. Njëri ishte shumë i kënaqur se i shpëtuan gjithë tufën. Domethënë, parja me këtë këndvështrim njerëzor është shumë i rëndësishëm. Pra që quajmë tejkalimin e ankthit psikologjik banorëve. Ka patur edhe në bashkinë e Kurbinit, pra në territorin e Qarkut Tjerës, evakuim të krerëve të timtave, edhe gjitha atyre aktive që ekzistojnë në një stad në Kurbin, nëpërmjet forcave të ushtrisë, dhe me mbështetjen edhe me ushqim përpaktit nga ana e Ministrisë Bujqësisë, edhe me porosin direkte të Ministrisë Bujqësisë, ndërkohë që mbështetja nga ana e strukturave qendrore dhe nga ana e kabinetit qeveritar ka qenë e plotë. Edhe interesimi, edhe mbështetja, edhe prania tyre, prania e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, si tek problematika e urës së Zojësit, e cila për një periudhë u përmyt apo rrezikohet dalja nga shtrati e Gjadrit, apo prezenca e Ministrit të Punëve të Brendshme, zonja Salbana Koqiu, prezenca e Ministrit të Bujqësisë dhe kërkesa e tij për mbledhjen e Komitetit të Mbrojtjes Civile të Qarkut, Ministrit të Bujqësisë, prezenca edhe në orë të vona dhe inspektimi edhe i trupave të forcave të armatosura, prezenca e Ministrit të Mbrojtjes zoti Piero Vengo. Ndaj nuk besoj se ka patur vend për dyshime, për mos angazhim si duhet, apo për t'i lënë hapësirë pastaj evidentimit, pra tërheqjes ujit dhe lënë hapësirë strukturave për evidentimin e këtyre dhe evidentimin në kohën e tij. Vërtet duhet kryej shpejt, edhe unë e këtij që ne jam, që duhet kryej shpejt, po ama nuk duhet nxitojmë, sepse duke nxituar, pastaj mund të bëjmë gabime dhe evidentimi mund të mos jetë i saktë dhe të krijojmë paktasira apo hapësira për keq interpretime apo për abuzime. Mirë, atëherë të rrim pak se njerëzit gjithmonë pyesin këtë, domthonë kur do të jetë, kur do vi, domthonë në moment që mbaron ky procedurë brenda njësive administrative, brenda bashkisë. Po, kjo situatë është situatë kombëtare. Po pra, situatë kombëtare. Vërtet kemi pas përmytje, po kemi parasysh se kemi pas çarçe të tjera, të cilat kanë problematikat e përmytjeve kanë qenë më të theksuara. Dhe konkretisht kemi pas Durrësin. Kemi edhe Shkodrën aktualisht, vjen me problematika. Ka qenë jo e lehtë situata edhe në Firën në Vlorë. Siç kishim në qytetin e Gjirokastës, pastaj përmytje të rrugëve, marrje makinash e tjera. Pra, sapo po i largohemi kësaj situate, po qetësohet situata, ndërkohë grupet e punës do përfundojnë procesin e verifikimeve dhe konstatimeve, dhe sa më shpejt të ky proces, përfundimi i këtij procesi, aq më shpejt qeveria do bëjë ato analizat e tyre financiare dhe do hartojë aktin normativ për të mbështetur dhe për të selektuar çfarë niveli do të jetë mbështetja dhe për çfarë zërash. Sa rol ka prefekti në këtë përshpejtim, domethënë në këtë koordinim të gjithë institucioneve që janë kështu? Edhe sa realisht po ndikon prefekti i Qarkut Lezhë? Roli i prefektit është i tillë që ne në fakt kemi qenë në komunikim me të tre bashkitë që ato të përmbyllin sa më shpejt procesin e verifikimeve në territor, pra në banesa, në kultura bujqësore, në stalla baktish, problematikat e infrastrukturës, rrezik shembjesh të banesave të dherave apo toksa për banesa, në varësi të banesave, rrezik banesash, problematika me digat, apo edhe nevojën e pritave malore, apo në evidentimin e problematikës nga erozioni detar. Pra ka disa çështje të cilat është kërkuar, thjesht duhen dokumentuar dhe pastaj do përmbledhen bashkë me atë verifikim dhe do përcjellen pranë strukturave për përkatëse. Pra roli i prefektit është koordinimi, kërkesa për t'i mbyllur sa më shpejt dhe për që të mos nesi asnjë problematik pa u konstatuar nga ana e bashkive apo nga ana e strukturave të tjera në territor dhe për t'u adresuar pastaj në Agjencisë Kombëtare, pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
Edhe pyetja fundit që ka të bëje nga ujë në zjarr. Domethënë ne bim nga ujë, shkojmë ke zjarre. Në fakt ju e keni menaxhuar mirë dhe a mendoni që janë flotat e duhur, janë specialistë e duhur në menaxhimin e zjarreve, po marrim? Menaxhimi i zjarreve në fakt është një sfidë tjetër e vështirë me cilën jemi përballë gjatë verës së fundit, po fatmirësisht jemi përpjekur dhe kemi përballuar jo me dome sa çka qenë në jug Shqipërisë. Edhe kjo ka ndodhur për shkak edhe të angazhimit të gjitha strukturave, edhe për shkak që kryetarëve të bashkive të cilët kanë qenë në krye të punës, kemi qenë vetë në terren bashkë me kryetarët e bashkive, me kryetarin e bashkisë Leje Shpirin Reun, me kryetarin e bashkisë Mirdit, kryetarin e bashkisë Mirdit Bert Mlyshin, kemi qenë edhe në Lurthën Fang, edhe në rastin e zjarrit ku kërkuat ndërhyrje me Kanader, ndërhyrje ajrore në rajën e Vels. Kemi qenë edhe me kryetarin e bashkisë Kurbinit me zonjën Malina Cara në Skure dhe në Shkopet. Por çka është konstatuar në fakt forcat zjarrëfike kanë nevojë edhe për trajnim, kanë nevojë për mjete të tjera logjistike, rinovim të mjeteve edhe të flotës mjeteve zjarrëfikse, e cila së fundmi në fakt besojmë që gjatë këtij viti do investohet një reformë tjetër, reformë e cila është në proces, që do ngrihen edhe qendra rajonale, pra ne mos të presim që të bëjmë atë burokracinë praktikën për të kërkesën edhe për të ardhur forcat nga Tirana, po ama të kemi një qendër rajonale për Po pra, se ishte interesante ajo e Ministrisë së Mbrojtjes në Mengel. Që të bëni një qendër rajonale. Një qendër tjetër është planifikuar dhe janë kapacitete. Planifikuar edhe në zonën tonë. Pas studimi është në Bushat, është për gjithë veriun. Për gjithë veriun. Edhe për përmbytjes, edhe për përmbytjet e Shkodrës. Po pra, edhe për përmbytjet, edhe për Mbrojtje Civile. Se ka shumë rëndësi kjo. Po. Ajo mund të pëlqejë, ajo që po bëhet atje mund të pëlqejë. Do të jetë një qendër rajonale e Mbrojtjes Civile në Bushat. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Normal që unë mbaj një pozicion pak më kështu, por është më mirë. Unë do të uroja që si puna e prefektit të Lezës Tavlan Maçin në raport me mediat të ishin edhe drejtues të tjerë. Realisht në çdo sektor që është shumë e shëndetshme për institucionet. Pavarësisht nëse e shef median me sy pozitiv më atë, ka edhe tejkalime, ka edhe gjëra të tjera, po përgjithsisht është shumë e shëndetshme kjo. Kështu që unë besoj se edhe biseda që bëm sot ishte e shëndetshme për rajonin e qarkut të Lezës. Unë falenderoj shumë Tavlan Maçin. Falenderoj shumë Gjergj, falenderoj shumë nga medias tuaj. E vlerësoj rolin e medias dhe të rëndësishëm dhe komunikimin publik të rëndësit një titullarët institucioni, si që jemi përpjek që her pas here të jemi prezent edhe në media, edhe në mërmjet të rrjetet sociale, dhe jo gjithë një pa u bërë pak të kaluat të masën. Edhe herë falenderit nga ju e për mbarë. Falenderit. Isha me prefektin e qarkut Lezës të zotin Tavlan Maçi, folim për përmbytjen, por edhe për rolin e institucionit të prefektit. Ishte kënaqësi që sot ndam një bisedë tillë, ashtu siç janë të ftuar drejtuesit vendor edhe në institucione ndryshme, absolutisht në kuvend, sepse në kuvend sjell biseda dhe debate të dobishme. Deri në kuvendin tjetër, një përshëndetje nga unë Gjergj Marku.